të kthehemi përsëri. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapini fort për litarin e Allahut xhaleshanu dhe mos u shpërndani. Kapja është vetëm në Kur'an dhe në Sunnet, ku Allahu xhaleshanu ka thënë fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Nëse nuk e kemi të qartë diçka, kapini fort për litarin e Allahut xhaleshanu. Më falni, kemi pas probleme ndërmet selefive dhe hanefive. Ju e dini shumë mirë në bazë të hoxhallarëve që ju kanë treguar. Muhammed Mustafaja salawatullahi ta'ala kur shkoi në Miraç dhe zbriti për Miraxhit. I lajmëroi mushrikët se kam qenë në Miraç. Çka ban i dhujtarët? Shkuan te Ebu Bekri. Pse shkuan te Ebu Bekri? Ebu Bekri nuk e besojshin ata. Asa ato nuk e kishin gjanë se do falin apo do agjërojnë, përse vetëm për të fut fitje ndërmjet muslimanëve. Unë e tham kështu te thuaj ashtu. Argumenti im është kështu, argumenti argumentin tonë të vëlla. Argumenti, por argumentet janë në Kur'an dhe në Sunnet. Edhe për ata ishte situata që patëm problem në xhamin Tabahanën Tetov, Hanefit me Selefit o kapën. Në Medinë jemi. Në xhamin e pejgamberit alayhis salam jemi. Janë të di palet, edhe Hanefit edhe Selefit. I tham një profesori tash, dakhala al-fasadu fi ma baina Hanefi dhe Selefi. Tha aida. Tash ka hi fesad i thonin e juve. Ndërmet Hanefive dhe Selefi dhe përsëritet edhe një herë këtë fjalë. Thash ka hi fesadi ndërmet Selefive dhe Hanefi. Tha wallahi billahi tallahi, ashtu janë Selefi, ashtu janë Hanefi, po do t'i palet janë fesaqi. Vëlla i dashur. Ne kemi realitet është këtë qimi të e pa. E ta shka, linja hoxhës punët i zgjedhje sepse aje është shofer. Aje është shofer dhe mos u mërzit pa as pak kur gja. Si do falem, si do agjënojmë, si do këtë e kemi të hoxha. Pra, nëse ne me të vërtet e njohim Kur'anin dhe e njohim Sunnetin e pejgamberit alayhis salam, ne jemi ata të cilat jemi të udhëzuar në rrugën e Allahut xhaleshanu. Lusë Allahun xhelle xhelalu, ki xhamat të shtohet. Lusë Allahun xhaleshanu, ki xhamat mrenda një vitit me doje mos të biesh ose babën, ose vllaun, ose migjën, ose nanën, ose motrën. Kështu janë rritur edhe punë të këqija, por kështu janë rritur edhe punë të mira vëllezër të dashur. Ne përsëri kemi një krizë e cila ishte 50 vjeçare. Vëllezër na duhet punë. Fjalë s'ka ma. Ka vdek punë e fjalës prej kohës të Muhammed Mustafas. Po mos harrojmë se 100 vjet ka punuar shejtani këtu dhe me njëherë nuk mund të rregullohen punët. Sepse sot shumë më rënd ishe ta prishish një shtëpi se sa të ndërtosh një shtëpi. Shumë më rënd është ta prishish një shtëpi me gozhda, me drasa, por ne çka duhet me bën tash? Di punë me bën. Edhe shtëpinë e vjetër me e prishur, edhe tren më njëherë me e bën. Rinim ton me e kthi në Islam. Si kemi të sinqert, besoni se Allahu është me ne. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kush është i devotshëm, devotshmërinë Aliu radiallahu ta'ala, kështu një kuptimi ka thënë. Khauf min al-jalil wal amal bit-tanzil wal qana'a bil-qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil. Me ju frikë Allahut, jo me u frikë Allahut, me vepru në bazë të urdhnave të Allahut, me punu me Kur'an, me bë kanat matë që në ka dhanën dhe me përgatit për botën tjetër. Po në Kur'an e kemi di fjalë, if'al wala taf'al. Takwa, devotshmëria është bane mos e ban. Bane se të urdhnoj, mos e ban se të ndaloj. Bane se kje dobi, mos e ban se kje dam. Pra, inshallah jemi për atinë të takvazhive, që Allahu xhaleshanu do vënë dorë, si na ka vu dorë.